Muaji I shenjtë për besimtarët mysliman Ramazani fillon sonte me perëndimin e diellit. Sipas kryetarit të Bashkisë Islame në Gjakova, Lonmyrta, sonte falen teravit e para, ndërsa nesër besimtarët nisin agjërimin. Sapo e kaluam festën e ditën e shënuar të pavarësisë dhe na u lidh tash me hyrjen e Ramazanit, kështu që të gjithë qytetarëve I ftoj të reflektojnë se si besimi të shndrohet një angazhim qytetar gjatë muajit të begatë. Ramazani qysh sonte fillon me perëndimin e diellit, sonte falen teravit e para, nesër që të gjithë me emër të Zotit zgjohemi agjërueshëm. Ai tha se 29 ditë të bukura do të jenë agjëruese për të gjithë ata që praktikojnë agjërimin e Ramazanit. 29 ditë janë agjërim dhe pas kryesë muajt hënor nga njëherë janë 29, nga njëherë janë 30, se është muaj I varur nga hëna, kësaj radhe I bjen 29 ditë, mas 29 ditëve agjërim kemi Bajramin e Fitrit ose Bajramin e Madh. Kryetari Myrta dha dhe një mesazh për muajin e shenjtë të agjërimit. Ramazani është muaj në të cilin ka zbritur Kurani dhe të gjitha fjalët hynore të mëhershme. Prandaj dua të theksoj se çfarë urdhëron Kurani, e që tash në Ramazan duhet të jetë diçka edhe më me vlerë. Kurani në përmbledhjen e tij thot: Allahu urdhëron për drejtësi, urdhëron për mirësi, urdhëron për ndarje me ata që kemi në afërsi, qofshin familjar, miq apo shoqëri, dhe ndalon nga kundërvlerat e këtyre trijave. Prandaj në këto ditë të pavarësisë e prishim gjithmonë Ramazanin në shtetet e lirë të pavarur e sovran. Ai gjithashtu pohoi se të gjithë duhet të reflektojmë, të jemi më besimtar dhe më të afërt me njëri tjetrin, e gjithsesi edhe të ndihmojmë pa bërë asnjë dallim.